Vazhdojmë përsëri me një titull të shtypit përditshëm me shqiptaren.com. Kjo është gazeta jonë e dashur e kryeredaktores Adina Basha, e cila hapet me titullin e madh në faqe të parë: Koalicion me Dulen apo me Spahiun, dilemat e Ramës. Tani ky vlla, se me këtë Spahiun nuk e lidh asgjë, organikisht nuk e lidh asgjë, ideologjikisht po ashtu asgjë. Me Dulen nuk e marrë vesh shumë se këto kohët e fundit me grekët pas asaj deklaratës të Kristos Papas, që ne urojmë dhe përshëndesim nga Shqipëria Kristos Papas, rof Kristos Papas, me dorë çuna, me dorë. Kristos Papas. Kristos, ne kemi ndryshuar dhe emrat, se emrat e ke dëgjuar, Gevahiri Zenelis kemi thënë. Kemi thënë Aimi Skyqjas, kemi thënë Ermalis, kemi thënë Benis Kafazis, kemi thënë Xhaxhis Kasketas. Kështu që pas asaj deklarate, ajo vlen që Rama të bëjë më koalicion me Dulen? Dëgjoj pse u bë tash, ta dish mirë pse u bë koalicioni. Minoritarët tash nuk marrin më pensionet, e kupton? Ja u pre pensionet nga Greqia. Si ato 450 euro që merrni? Po, ja nga 350 merrni. Sa merrni? Nga 350 merrni. Ja u pre nga. E merrte edhe Shyqeriu që e ndroi emrin edhe bënte kështu. Mi çka do të tash? Komuniteti musliman ju thot ndroni emrat, bëuni musliman dhe hajde merrni pensionin këtej. Bravo. Pra çuna shpëtimi tashmë na vjen nga Turqia dhe jo nga Greqia.